Po vazhdojmë tutje me emisionin fundjavë miq të dashur, është gjithmonë kënaqësi kur këtu në studio sjellem fytyra të reja, zëra që premtojnë shumë për të ardhmen e muzikës sonë. Ne sot për herë të parë në një intervistë televizive kemi një vajzë që ka filluar rrugtimin e saj artistik me shumë pasion, stil dhe ëndra të mëdha. Është Jona Bislimi, e cila vetëm para pak ditësh ka lansuar këngën e saj Bite My Tongue. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, edhe faleminderit shumë që më keni mirë prit, shumë mirë. Po do kesh shumë bukur, treguam edhe më herët gjithë, po e përmendje edhe një herë. Faleminderit shumë. Si po ndihesh, je rahat? Është intervista jote e parë televizive apo jo? Po, është intervista e parë. Në fillim kom pas pak hezitim, për shkak se kom ditë a jam gati me bu intervistë parë, po ndihem okej. Jam shumë okej, shumë rahat. Si po ndihesh to ditët e fundit themi pas lansimit të projektit, sa ke marrë komente, sa të kam përkra? Kom marrë shumë suport, sidomos prej njerëzve që janë në muzikë, do më thonë në zhanrin e muzikës. Nuk e kom prit me tregu drejt, se ka pas shumë komente edhe prej njerëzve që mos e qitë anglisht këngë, nuk e di, a kanë me ngusht shqiptarët, po kom marrë shumë feedback të mirë. Është pëlqy, apo jo? Po, shumë. Para se dalim tek lansimi i këngës, Jona pra e ka jetën mes Vjenës edhe Prishtinës, apo jo, e zhvillon jetën mes të tyre dyrave. Si ka qenë fëmijëria e Jonës, si e kujton? Kom lindë në Vjenë, e kom shpenzu aty 2-3 vjatë, do më thonë, jena këthym Prishtinë, me njëre mas luftës. Edhe rinin e kom kalu ma shumë në Prishtinë, më ka ndodhë me shku prej Prishtinës në Vjenë. Kena shku shumë shpeshe, kena, do me thonë, unë në shteta si jam austriake, për nuk e të që njihna si mu konë austriake, ma shumë njihna si shqiptare e Prishtinës. Edhe ajo normal që më ka ndryshu pak, atje është kultura ma e ftoftë, ma ndryshe. Kom pas shumë për shambull, kur kom shku atje, unë jam konë ma e gjallë, atë njerës jam konë pak ma të ftoftë. Adin më ndi, kur jam këthy këtu, e kom marrë atë kulturën e tyne të ftoftë, më kanë thonë, apo ti si ma ndryshe, e ka qenë pak interesant që kjo, do me thonë, switchin mes Austrisë të Prishtinës ka qenë gëgja interesant. Po, përgjithsi, në Austri si është një ditë e Jonës? Në Vjenë, une kom dalë shumë. Do me thonë, atje kom pas jetën pa rutinë. Ka qenë me dalë natën, më knaqë dhe dhacet. Masani, kur jam këthim Prishtinë, normal, kom pas tash s'po kom u ku, po dalë, po kom shumë angazhime, se une krejtë sanet po duna vetë mi bu, nuk jam me menagje ose diçka. Edhe për momentin, mu ka dasht krejtë, do me thonë, ka pas shumë punë, ka pas shumë angazhime, edhe atje, do me thonë, këtë tjetër vibe, këtë tjetër qëllë, kom pas këtu shumë ndryshe. Pra të regove që shumicën prej angazhimeve gjërave i ke kry vetë, si të mos kove të fundit, cila ka qenë dështë pjesa më sfiduse deri tek lansimi i projektit tënë? Pjesa më sfiduse... Pjesa e muzikës, dhe më thonë tekstit, melodist, incizimit këngës ka qenë shumë e letë. Për mu, të paktën, e kom pas fatin me punu me Florent Poshnjakun, që është një producent, një prej më të mëdhajve në Kosovë. Edhe, do me thonë, më ka shku shumë mirë. Pjesa e videoklipet ka qenë pak ma e vështirë, se kom vendos me e bo vetë. Kom dasht me pas një vibe pak ma ndryshe si që shihet këtu. Ka qenë, qito klipet që pishini i kom bo në Budapest, këto i kom bo në Kosovë. Ka qenë diçka, kom dasht me add një vintage, një ndjenjë pak ma të vjetër, Lana Del Rey në shta stilin pak ma ndryshe se prej qa ka opa në Kosovë. E qajo ka qenë shumë e vështirë, sepse me një shoqe tam të Vjenës, kena shku njerë në Budapest, kena gjiru, po na kërka heq, do me thonë, une ketë amatarës, ke ka shku ajo punë. Ama në fund ka dalë diçka ti për cool. Ma ndejë në ato është jom këthy në Vjenë, kom gjiru prap klipe me një shok tamin, a i më ka gjiru, do me thonë, në Vjenë, si kena është i në klip. Edhe na këthym Prishtinë, edhe qëto që pishin e gjatë ditës, janë këto të Prishtinës, se kena bo me një shoqe tam, shoqen ma të ngushtë që e kom këto. Kështu që, po, ka qenë. Pas për krajnë edhe prej shoqërisë.
Krejt me shoqni, krejt me shoqni e këna kry, po. Tekstin e ke shruar vetë, apo jo? Po, tekstin vetë, po. Të regona pak atë pjesën e inspirimit, ku zakonisht inspirohet Jona për me shkruaj diçka, për me lansu tash edhe projektet? Me tregu drejtën për këtë këngë ka qenë goxha e lehtë se kur ja kom fillu me bo këngën, kom qenë të shku në për një situatë pak interesant. Po ne, interesant në atë aspektin që më ka, jom dasht me shpreh qatë sen, edhe mos të kisha shpreh në këngë, kisha shpreh kështu në të folë me njerëz. Kështu që ka qenë, nëse mundi me pa edhe videoklipin edhe teksti, është si një, çdo njeri i ka anë pozitive edhe negative ose anën e ertë edhe anën e pashtë, me thonë tash të s'po di. Edhe që ka qenë ideja e kësaj që të vindo situata një që ti menon që se ki atë aftësi mu bo njeri i ertë ose i keqës me kalzu që ato në tone, po në fakt e kesha, që ajo do me thonë ka qenë ideja edhe teksti që aty jom inspiru, edhe nëse nuk e kuptojnë njerë, se është ashtu edhe klipi i bukur edhe teksti është pak ma metaforik, nuk është që mund është kështu tamon me... Me kuptu mira, me të parën. Përshkruna pak edhe pjesën e tekstit, mund është diçka me në citu? Që me kuptu gjithë më mirë. Titulli edhe fillimi i këngës është Bite my tongue so hard it bleeds. Tash me përkthy është e kom metaforikisht që nuk bën sens. Po është e kom kitë, do me thonë guën tam, që qatë shumë që it bleeds, ka dollë gjak për metaforikisht, do me thonë qatë shumë e kom majtë gojën tam ose me full për diçka që s'kom mujtë mu duru. Edhe mande është refreni, është për pjesën që Say you wanna dance, baby, think twice, po do me këcy, me no dy herë, metaforikisht do me thonë, me mu s'mun është me këcy, se edhe unë e kom këtë anën tam, tipo menon që e ki forcën, po në fakt e kom unë. Qa e ka qenë ideja, është shumë ka metafora në ta, nuk kom dash me bo te për ashiqare që ti po menon që unë e jam aden, se mu ka do ka shto... E mënyrë figurativa? Po, që edhe me t'inglu ma mirë. Edhe njashtë me ngu me këcy, s'ka nevoj ashtu mi hifelet, po... Po, në përgjithësi për shkak qetësike që secili kemi ato dy anët tona dhe të ndoshta një pjesë e ke tregu përmes tekstit. Po, sa mendon që jemi të hapur kështu si shoqëri për me folë për problemet tona, me tregu anën tonë? Si shoqëri këto, në Kosovë, unë e menoj që jena më varët cila shoqni, cila se ka edhe këtu të lifarë, do me thonë, ka njerë që jenë shumë të mbyllën, ka njerë që jenë shumë të hapën, si në çdo vend. Unë e menoj që kena evolu shumë, kështu që menoj që jena okej në këtë pjesë. Nuk është që ka shumë paragjykime, nuk është që... Do me thonë, unë jam shumë krenare me ku kena mri si popull, sidomos Kosova. Ka qenë muzika gjithmonë themi pasion pjesë e jetës së Jonës, si fëmi? Po, unë ja kom fillu me kënu para se me janë njës me full. Mami më tregon që kom qenë një vjetë, i kom pas edhe në karotës kështu të supermarketit, në vjen ja kom njës me kënu. Edhe nalë aty një plaka austriake, më ka këqyrë edhe ja ka njës me reshu plaka. Do me thonë shumë herët ja kom njës më marë, gjithmonë ja kom qa njerëzve vesh të kënu në për shpe, në për gjithë kënë, do me thonë jem kënë shumë, që është sani vetëm që se, unë jam viqën qatë sani talentume më do këtë, në sani tjera ide s'kam, edhe s'moj me bo diqka që së më pëlqen, kështu që prej e vogël gjithmonë u kënë pasioni jam nëmër 1, edhe mos të kisha bo profesionalisht, ashiqare alja kisha kënu vetë, kisha bo kongë, kështu që nuk është që e kam ashtu lindën. E të regove që fillim, do shta ke mendu që paragjykohesh edhe për shkak të tekstit që do tjetë në gjuhën angleze, ke mendu që me zgjeru do shta audiencën edhe në Austri dhe në vendet tjera, po dëgjohet edhe në vendet tjera për momenti projekti? Për momentin, tash unë nuk e di, se nuk është që jam atje me ditë,
Edhe me shumicën e njerëzve që kom pas kontakte atje, bile lidhet me situatën që më ka ndodhur për shkak të këngës që e kom bo, i kom prej kontaktet, kështu që nuk është që kam mo fort, nuk e di që ato ndodha njëna, edhe nuk është që është të më interesu shumë në atë aspektin ju të keq, po si më të fokusu në qatë pjesë heq, ashtu, veç për du me bu, halja, është projekti parë pritë shumë mirë prej njerëzve, sidomos njerëzve që janë vetë në zhanër të muzikës, në fushën e muzikës. Cilët artistat kanë përkrajnë në këtë drejtim? Artista, jo. Drejt për drejt, jo. Për drejt nuk jam e sigur të me thonë. Po ka pas producent artistave që më kanë shkrujt edhe kanë pas, do me thonë, ju ka duk diçka shumë e mirë, shumë e re, më kanë thonë shumë më atis pas në një që se konga, ka pas plot, do me thonë, që janë interesu, edhe menaxhem, sene, kom pas që më kanë shkrujt për këtë pjesë, po jam shumë happy, se sidomos producenti e din, edhe normali është që Florent Boshnjaku kur të bën kongë, a instrumentali ma ka bu Florente, ju pëlqen njerëzve, më ka pëlqy edhe mu prej fillimit. Do vazhdosh të mbetesh në këtë zhanër? E ke gjetë vetën, apo po mendon ndoshta edhe me eksperimentu edhe në zhanre tjera? Une normali është jam tepër e qelun për gjithë shka, për me eksperimentu, së që kam nuk është që mes dikon, kështu. Për shkak që e përmende edhe producentin Florent Boshnjakun, të regove që gjë ka shku shumë mirë. Të marrë parasysh që Florenti është një person të temi kështu shumë me disiplinë, me regula, ka qenë vështirë me punu me të në këtë aspekt? Jo, me të regu drejtën se dhe unë e kom qenë shumë e motivume me bu, po kena pas pak probleme se unë është shumë kontrolusa, edhe kështu, jo, kjo s'po më pëlqen, jo, ajo s'po më pëlqen, pak ja kom prish nervat Florentit, por që tekstin edhe vjen melodike, si e kom një instrumentalin, do me thonë e kom ditë të dyja që shkan me dalë, shumë më ka pëlqy, po unë e pak shtë perfekcionizmin e kam e i kom thonë gëgja shpesh, edhe njëherë. Bile, kër i kom shkrujt për që e kom lansu kongën, edhe në komunikim e sipër, i thash faleminderit edhe për nerva që i ke posë u marrë me mu, se u konë shumë i kom bo presjan, se që ashtu i bëjë dhe vetit. Do me thonë kështu që... Je detajiste, a? Detajiste edhe gëgja perfekcioniste. Do me thonë, kër të jem puna të muzikat e arte, qashtu që shdu one, duhet mu bo. Nëse s'bo qashtu që shdu one, mu së më interesën nëse thoi njerë së shumë e mirë, nëse së më pëlqenë mu, në thëmë, jo, s'ka shansë, të me thonë. Po, në përgjithësi njëtën e përgjithshme, sa i kushton ndoshta kohë, themi, bukurisë, veshjes? Po, i kushtoj, më ti i kom kushtu shumë a shumë, po, une gjithë kom qef me ndru të vetja, gjithë shka, kështu që nuk është që, do me thonë, jam shumë eksperimentaj me looks tepër, kështu që një ditë kom qef mu vesh krejt ndryshe, një ditë grunge, një ditë pak ma varet, edhe flokve ju kom bu gjithë shka, kështu që gëgja shumë, pibjen, që i kushtoj rëndësi, po ju ashtu që duhet, veç t'i qysh në aspektin që qysh në djena, që ashtu e kom, do me thonë, qasjen. Po në rrjetet sociale, sa je aktive tash dhe me projektin, besoj që të kanë ndihmu me shtypër para, apo jo? Po, nuk kom qenë shumë aktive në të kalumen, sidomos masi që i kom pas disa eksperienca që kom thonë, okej, unë e po du më bo super privat, hitë s'po du kërkush kur gjo me ditë për mu, edhe s'po du kërkush diçka hitë që adin, kështu super privat, tash ja kom njës pak me qelë, duna më bu ma aktive shumë pritoj ekstrem, social media më bu aktive në rrjetet sociale në përgjithësi, po dohet. Të kanë pengu fillimisht themi këto pjesa e komenteve, paragjykimeve, për shkak që që ka qenë diçka që të ka shty me qenë një person më privat, apo jo?
Jo direkt, do me thonë po, faktikisht po kjo ka qenë që kjo një rast që më ka ndodhë në Vjenë, që e kom ljonë për mas, edhe po të më ka mësu shumë. Do me thonë më ka mësu në atë aspektin që qka do që të bëjsh, ti edhe më konë njeri ma i thjesht në botë, më konë njeri ma i mirë në botë. Heq që mësë më marrë me kur gjohë publike, aty njerës kanë me gjetë diçka, mendë s'kanë me pritë, kështu që adin bën e tonën, u kry puna. E për që ata edhe e këm thonë, adin qysh s'po merë nga mu heq. Po si gjini femrore, sa me ndonë që jemi për krase për njëra tjetërën? Shta më shme nga bo dhe një krasim mes Vjenës edhe Prishtinës, shoqëria, dhe pse përmende që në përgjithësi janë si më të ftohtë si tipa, apo jo? Po janë ma të ftohtë, po edhe të ftohtë nuk janë diqysh ma agresiv në opinionet e veta. Këtu në Prishtinë janë femnat, unë e menoj që shumë ma supportive, edhe e di që kështu t'inglën që ditë shumë, se na balkonkat gëgja shumë kena qef adin mu konë nishi edhe jena kompetitive, po e kom vrejt që sidomos në zhanrin e muzikës shumë e supportojnë njëna tjetërën, shumë a shumë se në Vjenë, se nuk e di për krejt vendet tjera, edhe janë shumë, do me thonë, ekstrem supportive, shumë a feministe më dokët, edhe se nështë edhe kena hek ma shumë si popull për me pas drejtat që i kena tash, e tash diqysh jena shumë ma... Nështë është mundu, jona me kriju temi atë karakterin e saj mes Vjenës edhe Prishtinës. Qka ke marrë ndoshta prej asaj jetë dhe qka ndoshta ke kultivu prej jetës në Prishtinë? Prej jetës në Vjenë, po me ndonë qëfar sene i kom marrë, kështu prej kulturës, të më tonë që më kanë ndihmu, se për senet këqia nuk po të me funë. Senet e mira, definitivisht më ka bo manjerit fort, se atje nuk t'i vetë kërkush letrat për kur gjohë, dhe me thonë nuk i interesën kërkujna ti edhe mu konë super punëtore, dhe mi pas 100 mira, diçka kanë me gjithë edhe sa kur balë. Edhe që ajo tani të shtinë me thonë, okej, nëse mu i qëta atu t'jenë bootcamp në Vjenë, Vjena është vendi që është bootcamp jam për personal, edhe masani, kur jam këthy në Prishtinë, diqysh mu do ke kitë sanit letë. Të isha, wow, shumë letë kjo, shumë letë ajo, puna njerës këtu janë ma të relaksum, nuk i japin zërë, nuk i nevoj, apo den me nëzirë flokët e tu jam punë, së është e nevojshme. Kështë që ma ka mësu që ato, është sani mirë, se ma ndina kur te kalojsh një san që është shumë i fështirë, krejtë sanet tjera duken ma të leta, kështë që edhe disiplinën, mu që herët, me shku më ko njeri sakt me ko qëto sana. Po në përgjithësi udhimet atë pëlqejnë? Me vizitu vendet të reja, me pa ndoshta kultura të reja? Po shumë. Do me thonë e kam më pëlqen edhe m'jep shumë energji edhe për kreativitet për çdo sana, është shumë nice. Se të ndoshta ato vendet që i ke më përqefi, që i ke vizitu ndoshta më shumë se një herë, ose vendet që mendon me u këti prapë? Definitivist Londra, New York kom shku shumë shkurt, nuk më ka pëlqy, se adin e krasojnë Londrën me New York gëgja shpesh, po Londra për mu është vendi maj mirë në botë, të me thonë, e di se do njerëzve i duket, okej, Londra, po no, Londra është nishi për mu. Që mujnë ndë njerë me pa vetën, ndoshta si artiste në Londër, me bashkëpunu me ndë një producent, ose ndë një artist atje? Po, definitivisht. Që mujnë me pa vetën tu jetu, për shambull, në Londër dhe tu e zhvillu veprimtarin të ndë? Gjep. Kështu më pëlqen edhe Prishtina shumë, edhe e sene edhe, po Londra është vend tepër, sidomos për muzikë, e Prishtina është nishi për muzikë, të na po dalin, unë për shambull në Vjenë, hisha në klub e nisha tajnën, edhe për shambull, ose gjithë konë në shqitore, ku do që ke shku ke një edhe Shqep, është shumë i zhvillum, po Londra është mix, adhe në ki gjithë shkapën e ma ki UK, apo dhe në është underground drill, sana, është tepër, edhe më pëlqen kultura, më pëlqen njerës shumë. Përmende që për projektin e parë, shumicën prej
aranjimeve i ke bo vetë. Mendon që ta është tregove që të kanë shënu producentat ndryshëm, po përse edhe për bashkëpunimet të reja, projekte të reja. Ke mendu se donë me vazhdu kështu vetëm, e ke gjetë vetën në këtë pjesë, apo ndërsa edhe me të ndimu dikush në aspekte tjera? Pa i ta është producent, mu normal që më vynë, se unë s'moj me producu edhe vetë, kom provu, nuk ka që zdi, po no, nuk mund është vetë, që ato edhe që ato s'mund është. Definitivisht kom e marë për kraje prej producentve, në të ardhën kom i bu edhe videot, tamën profesionalisht, nuk kom i bu mu qashtu që shpëdu unë, kështu që definitivisht kom e vazhdu. Po në përgjithësi, për cilë artistët e rinë shqiptarë, si eshe konkurencën sot në tregun muzikor? Konkurencë nuk i kisha thonë, se une nuk besoj në konkurencë në artë me tregu drejt. Menoj që ajo është shumë sen pa lidhje me të kalësut. Tash po flasë kështu se kom një shumë njerës që thojnë a konkurencë, a ne këni, po nuk është pun konkurencë, se nuk jenë sport. Adin më konë për shamull futbol, cili po fiton, është tjetër sen, po se cili e shprej kreativitetin e vetë, për që ato ka bashkëpunime, për që ato ka qësi sane, kështu që unë e menoj që njerës që janë në stradë, krejt janë shumë të mirë, krejt janë shumë të veçantë, se cili e ka energjin e vetë që e bjanë, që është të nish dikon e din kush është taj njeri, e ka stilin e vetë, kështu që nuk është që kam na i farë, kështu jam shumë më pëlqen muzika që e bojnë në Prishtinë shumë. Të më thonë, tepër nice është. Mundesh me e paramendu kështu vetën në skenë para publikut të performu? I ke edhe ato ëndra, apo? Po, normal. Po menoj, une nuk është që ëndra tash. Ajo vjen me qitë pjesë, ti nuk mund është më konë këngëtare, veç në për YouTube, ose Spotify, ose SoundCloud, whatever. Kështu që definitivisht në të ardhmen kom qef edhe me performu, me pas të qka po. E përmende që se cili e ka atë veçantin e vetë, se cili artist, po besoj që nësi kështë pas ndoshta mundësin apo rastin me bashkëpunu me ndonjë artist që të ishte i pari, me cilin ndoshta ishe vetën që kështë da një bashkëpunim i mirë? Nuk kam. Nuk kam se kështu kam qef me bu bashkëpunim, shumë jam e qelion për çdo bashkëpunim, po nuk e kam dikon specifik që muj me mendu se muj më përshtat në qëfar do lloj drejtime, edhe nuk është që e kam ashtu që kë, ose që ajo krejt më pëlqen, krejt janë të veçantë, me krejt muj me bu bashkëpunim, edhe këtu edhe jashtë, se nuk jam e njanshme, muj edhe balja odë me kënu. A vëden, diqysh, s'po di shme thonë, ashtu nuk e kam problemin në qëfar do drejtime, me krejt jam open, po kështu dream, me kanë kisha pas qef, është Michael Jackson, që nuk është moj gjallë, po për estradë Kosovës dhe të Amerikës, e që shto nuk kam na i farë njeri që muj me, kështu me krejt isha akon shumë e lumëtën me bu bashkëpunim. Përshka kështë e përmende edhe tajnën që kudo që ke jetu, ose ke vizitu vende, ke dëgju këngë Shqip, një ndërto dhe tajnën si eshe stilin e saj? Përshka kështë edhe ato i kemi pa në disa zhanre të eksperimentu, ndërsa dhe isa e ka gjetë paka shumë vetën në këtë pjesë. Po, ajo tajna e mora ta shambull, se plët ka që ngohën, po kur dullë si aj, do me thonë nuk e mujtë mi ika saj konge, e mu më doke shumë që detë shumë se shkesha për shambull në kafe, në klub, e nisha tajnën, thësha, e tash mund të fillim, më doke interesant, ju thësha atë në shoqeve të mija atë jashtë, qërës është qep jënë të knu, tash mu ka bu pedi që tash që ajo është trendi, tajna shumë e mirë është, po më më pëlqen shumë e ka zonin shumë të mirë, më pëlqen stili vetë tepër, ato e mura shambull, po se cili e ka atë vibe të vetë, tajna shumë e veçantë, më pëlqen shumë. E përmende që ja priton pak kësaj pjesës të rrjeteve sociale, po tashmë edhe puna si artiste, përse që paka shumë ka me ta imponu. Si eshe kështu rrjetin social TikTok, të marë parasysh që shojmë shumë shpesh që debutojnë ndështë edhe shumë artista fillimisht dhe ju bëhen virale këngët edhe në rrjetin social TikTok? Po, për TikTok është, se kam ashtu TikTokin, po normal në TikTok do është pak ma aktive më konë,
Une e kam atë senin që qes diçka e fshi, qes e fshi. Shumë ja pritoj, shumë pritoj. Nuk di që shme të thonë. Shoqënia jame, për shembull, shumica kanë qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, shoqën e ngushtë në vjen që e kom pas ajo social media e fotografe, sene, spritojke. Une nështë në të ardhmen e ofert, kom e marrë një person. Ndihmu këtë pjesa. Se une nuk moj, do me thonë është edhe për një me për të merë shumë ko. Tani masani, une e kom ma me rëndësi me bu muzikë të mirë, me bu artë të mirë, me mujtë njerës me rezonu me që ato që e bëjë, se sa me bu content për rrjetet sociale, kështu i du njerës që e bojnë, edhe i adhuroj, se thëmë, wow, që shpo mundët, sonë smoj, shumë pritoj, po, do me thonë në TikTok, duhet pak me aktive mu konë, duhet pak me komplet TikToka që i kena bu, për mënej edhe me njerës tjerë, ta është vëqmja qitë. Vëqmja nisë mi qitë kështu rafalla, dhe nëse... Po pësej që këtash këto ditë, po e shian lansimin e projektit, komentet e mira, këtë është ndonjë plan për të ardhmë në afert? Po mënej, jam kontaktu nga disa persona, por nuk kam ashtu plan të konkret. Normal që kom e punu, kom e vazhdu me punu, kom e bo muzikë të re, i kom disa ideja shumë të mira, i kom gjetë disa beats shumë të mira, po për producent nuk jam e sigurt, menoj që du të me zhvillu, du të me pas një lidhje shumë të mirë me producentin për me mujtë tani me bu muzikë të mirë, ajo i vynë pak koha, sa i puna të vynë me shpenzu, me bo disa prova, disa kongë, është këgja procesi komplikushëm, po me njare kom ja njësë, kështu që jam shumë kështu happy për atë pjesë. Dashur të roj edhe shumë suksese të më të tjeshme, po shpresoj se do shihemi prapë. Shumë faleminderit. Shumë knaqësi.